Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. 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 Full shit. Full shit show, yeah! Mirëmbrëma, ju përshëndesin nga show Full shit. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në mban botës, mirë se ju gjejmë në shtëpi tuaj edhe sonte, siç dhe javë tjetër nga zemra diasporës e Zvicra. Ju përshëndesim dhe sonte do kemi një emision interesant, do flasim për një temë delikate të paktën për mua, ku nuk e di, për Maraçi nuk është shumë problem, udhëtimet me aeroplan, shumica e shqiptarëve i kanë fobi, aeroplanin në fakt nuk e kanë shumë me dëshirë, disa udhëtojnë pa problem. Dhe sonde do kemi një stewardesër, në fakt në Full Ship Show, për të na treguar pak rreth eksperiencës saj në fluturime në aeroplan, dhe a duhet kemi frikë në aeroplan apo nuk duhet kemi frikë. A duhet të hypim në çdo kohë në aeroplan, edhe kur është koha mirë, edhe kur është e keq, kur ka diell, kur ka shi. A ka ndryshim aeroplani prej motit, nëse është keq apo mirë? A ka rrezik më shumë në dimër apo në verë? Gjitha këto ndoshta s'ka fare, ndoshta është një lloj rreziku, si verë si dimrit. Kështu që do ta pyesim pak, a ka pas ndonjë problem gjatë udhëtimeve stewardesa që të kemi në studio, gjatë eksperiencës së saj, do të na tregojë. Kështu që derisa të dalim tek mysafiri, ne duhet të falenderojmë sponsorët tanë. Vielen Dank Komplexi Annecy. Der Annecy-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24-Stunden-Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. Bleni villën tuaj në fshatin më të bukur në Makresh, ku Kompleks Annecy ju disponon 270 metër katror banim dhe pishinën me 700 ari tokë. Kështu që Kompleks Annecy, kontaktet ja ku i keni këtu që i nxjerr diamanti, edhe faleminderit që jemi Full Ship Show. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Fluturojmë me Pristina Ticket nga Kosova, nga Pristina për Gjenevë, për Basel, për Zürich, dhe anasjellës, prej Zürichu, nga Baseli dhe nga Gjeneva për Prishtinë. Përveç asaj, dhe në 17 destinacione tjera të Europës, fluturoni me Pristina Ticket pa turbulenca, pa efekte anësore, e zgjidhni edhe ulsen sipas dëshirës, edhe luksin në mushni me kufera me të njëjtin çmim. Kështu që Pristina Ticket. E tashi, A ki hala fobi? e kam hala. Prima? Se di pse më ka kapë të kohë të fundit gjigant. Sa e pata hek, gati e pata hek fobin prej aeroplanit, prej udhëtimit në aeroplan, gati e pata hek të udhëtue, vjeni, më qëlloj një ditë më ullë tek kjo dalja emergjencës. Po. Edhe vjen stewardesa ti shoku, më thotë, ti zotëri thotë që e ulur aty, thotë, ai di rregullat, thash unë, ja, unë zi çfarë si gjo. Tha në qoftë se bim në ujë, tha, që ai të thonë ai dreç. Aty, më tranoja gjigant. Në qoftë se bim në ujë, tha, dhe mushet dritarja me ujë deri shto, tha mos goxha me hap derën, më tha ç'është. Tani tha në qoftë se merr flok, mos e hap prap. Thash, o dreç, ka e të full, ma futi dhe herë frikën. Prej qasoj dite, su se pa ta paramendu, normale paramendojsha, mendojsha që prej frikës i paramendoj ujë në flokën, po kur ma tha dhe ajo që ishte me në aeroplan, ma rikthej herë frikën edhe tash, prej qasoj dite s'kam hyp mo. Më duhet përsëri një farë psikologjie me e kalu për me... Shkon me kërë ma shpeshti, për arsye të frikës. Për arsye të frikës, me kërë po sakator në aket, po mirë, kërë është i mirë për djetë gjigant, i hup 4-5 kg rrugës, se rrugë largë, të është shumë gjë bukur. Ashtë lodhjeve që? A tu të është i bro? Hiç fare. Pse gjigant, a jam unë budalla ti budalla, tash duhet ditë. Tash e pyesim pyesim ekspertin. Okej, ta shohim kush është budalla, unë apo Maraçi, ka mundësi jam unë për zotin. Ka mundësi që kam me dalën budalla, se unë po shnosh. Budalla kryt sinjeri, ka thonë sinjeri dukna. Eftojmë me duar Turkitje dhe big up von Jonas, Medina Yusufi.
Mirë se erdhe në Full Ship Show. Medina, mirë se erdhe Full Ship Show. Ne sot do të kemi në rolin e stewardesës për të na treguar rreth eksperiencave tua që ke në aeroplan. Nuk do flasim për kompaninë ku punoni sepse partner me neve është Prishtina Tiket dhe ne vetëm me Prishtina Tiket udhtojmë. Kështu që a është ky budalla apo jam unë budalla? Ti bim shkurt edhe shqip mos vin kesh prej kamerave se tu na pa kush. Nuk jena hiç sa tu na pa kërkosh, 2 miliona njerëz janë, vamo sa problem. A jam unë budalla o ky budall? Askush nuk është budall. Jo, ma thuaj jam unë budalla o Varashi. Askush nuk është budall sepse friga është diçka që njeri nuk mund të me kontrollu. Okej. Tash kanë më thonë çysh be 2 metra më friksu ti thonë, po frika sa me metra o gjiganta. Ajo është nga eksperjenca ose mvaret edhe si e ndëgjova më herët nga ti që stewardesa ti ka tregu të gjitha pikat. A boni mirë apo një keq më ka tregu? Nuk lejohet normal. E pse ma boni çështu ajo? Nuk e di. Nuk lejohet ajo? Nuk lejohet. Pse ajo Zvicrone? Çuçi ish dash më thënë ajo. Zvicrone ishte ajo. Tani Çështu më tha, nëse bim flakët, nëse bim në ujë, më kapi paniku o gjigant në ujë drejt që e mordhash. Ku hypa, ta kisha mujt me qel derën, kisha dryp prapë. Se ne për shembull jemi aty për ta kontrolluar panikon dhe jemi aty për të kontrolluar emocionet dhe sigurinë. Jo për ta dhënë panikun më shumë. Ashtu, domethënë për të kontrolluar emocionet e të gjithë pasagerëve dhe ashtu edhe vetes tonë. Dhe zakonisht kur unë kam fluturimet për në Prishtinë ose për natë, domethënë Shkop ose Nohër, mvaret kemi disa lloje destinacioneve ku ikje dhe zakonisht te shqiptarët them që ju tregoj në pika të shkurtra që jeni në dalje emergjenca, në rast emergjenca mund të na ndihmoni. Po. Okej, mund të lexoni. A mund të ndihmoni domethënë? Po, a mund të ndihmoni. Zakonisht i pyes, se nëse shoh që dikush ka frikë, më mirë e pyes shiko. Psikologji e bukur, a mund të na ndihmoni tani ai duket vetja si furt, po unë ndihmoj. Ashtu dhe zakonisht nëse thonë e vrejt nga fytyra e njeriu, them shikon, nëse nuk jeni rehat, mund t'ja gjej një karik tjetër, nuk është problem. Po zakonisht në shqiptarët gjithon, po mund t'ja dal, do e bëj. Po. Medina, unë si frikacak që jam me diplomë, e analizoj gjithë shka në aeroplan. Mas pari, marash, shi qëfar budallë jam, se sa të në ndje kush, s'ka problem. Mas pari e shof kush është kapiten, pilot. E studioj qëtë pjesë e para. E këqyri aeroplanin është i ri, që qëfar psikologjia. Pastaj, ulem mrena dhe shikoj stewardesat a janë të buzëqeshur apo jo. Pra domethënë çosë jeni ju happy, edhe unë tani më hika se them këto më kanë diçka, këta nuk qeshin, rrinë seriozisht. Ati, domethënë, te unë kanë me gjetë miliona njerëz veten, tash përmes kësaj frikës tem. Pastaj rritu këshyr të emergjenca kush është ul Medina se kodëshis ky kry mdhajsh që si të prishun që mujnë me ta qel derën në sana. Ndodh në herë Medina. Nuk ndodh, po ka ndodh. Ka ndodh. Ka ndodh në kaluarën, ka ndodh ose mund ta ndodh. Najer lart, me tentu dikush më abler apo çish? Jo, najer kanë tentu, po zakonisht jemi sa stewardesa dhe sa pasagerë tjerë që gjithkush e shikon sigurinë e vet dhe nuk e lejon në atë rast me ndodh deri në atë pikë që dikush ta hap. Hapet kollaj dera najer? Jo. Nuk hapet kollaj. Jo. A don forcë apo çfarë don? Po. Don shumë forcë. Domethënë edhe nëse hapet dera, hapet vetëm emergjencat. Se është edhe një mith që mendojnë njerëzit që hapen edhe derët kryesore që i mbyllim ne, po ato nuk hapen. Emergjencat ku janë pasagerët? Emergjencat ku janë pasagerët, ato hapen. Si ka mundësi Medina? Edhe në ajër më kanë, dhe më thënë mi jam sy tash dikush me po, bëna janë varet sa pikë në ajërje, se nëse je shumë lartë, automatikisht nuk hapen. Dhe në raste, do me thënë që kemi emergjencë, automatikisht edhe aeroplani fillon Jo, po flas nëse i mushet menja tash. Një pasagjeri me hap gjatë fluturimit, a hapet apo jo? Po jo, nuk mundet me një shtyrje me hap. Po me një shtyrje po mundet me dasht. Mundet, po. Okej, ideja është, si ka mundësi që siguria 300 pasagerëve mbaret për një budallë që zot mos jam të fol shumë rand thonë, aty për një personi, budallë jam në këtë rast. Unë ndoshta jam psikikisht kranko njëri, unë ndoshta jam mirë psikikisht, edhe ulem aty edhe jam mërzit, them hajt. Si kontrollohet mulon të emergjenca një njëri që nuk e njohim kush është ai. Jam unë në këtë rast, një njëri që ndoshta përbëj rrezik. Edhe si është siguria e aeroplanit dhe pasagerëve në këtë rast? Tani shumicën e rasteve në stewardesat ose edhe është edhe gjithmonë një kryesore që është në hyrje të aeroplanit dhe shikojmë gjithmonë mimikat e pasagerëve kur hinë brenda. Mimikat? Mimikat. Se është psikologa jo aty njëri nga ato apo si? Jo, nuk jemi psikolog, po për shembull nga fytyra e njeriut ose nga sjellja e njeriut i mund ta dish parafërsisht
Se Qa po duket me mika eme, po duket bukurosh ty apo je egër duket, me mjegrë me sene me gjona? Jo, po tani për shembull kur ke frikë, automatikisht ndryshon njeriu, bën disa taktika të vogla, nga frika fillon të lëviz këmbët ose ndjeti pa nuk rrin në vendin e vet, po vetëm zgjohet edhe aty automatikisht mund ta vrejmë që diçka nuk është në rregull. Dhe kemi pas edhe raste që për shembull nëse dikush si thotë u dukte i çuditshëm me flok shumë ose diçka, kemi thënë që hey, ta marrim këtë pasagjer me vete apo jo. Dhe ka raste që domethënë nëse ne dyshojmë, e largojmë. Për çfarë arsye mundi me largu Po pasagjerin? tamam, për çfarë arsye? Vetëm thjesht që dyshoni ju. Jo, domethënë janë disa faktorë. Cili është faktori që du ta përzëni një pasagjer, për shembull, çfarë sjellje do të jetë duke bërë ai që ju e nxjerrni për jashtë? Sjellje agresive, verbale, domethënë me fjalë ofenduese, e para dhe e dyta nëse ka aromë shumë të alkoolizuar, nuk e lejojmë ta marrim asnjëherë. Kush e dallon aromën e atij personit me 300 veta aty, me dinë aty me shku krejt te goja aty me morë. Po jo, po nëse është në daljen e emergjencë aty mund ta avesh ose edhe nëse ti ke konsumuar shumë alkool, në momentin që vjen në aeroplan ajo aroma nuk mund ta heqësh. Okej. A duhet më pas frikë në aeroplan apo jo? Jo, Pse? sepse është një gjëja më e sigurt që mund të thosh. Çfarë sigurie ka aeroplani? Atë shumë çeka ka aeroplani, saqë edhe njeriu për shembull të marr rrugë me makinë nuk i bën ato çekat që i bën. Aeroplani çdo nisje dhe çdo aterrim në tokë bëjnë çekat e tyre. Domethënë e bëjnë pilot. Kontrollin teknik. Po. Domethënë bëjnë kontrollin teknik jashtë, bëjnë 2 pilotat, po plus e bën edhe ground operation që domethënë janë në aeroportin që vinë e shikojnë aeroplanin nga jashtë dhe nga brenda. Me kompjuter shikohet brendësia e aeroplanit apo me çfarë shikohet? Kompjuterin e kanë brenda, po jashtë shikojnë me dritat e veta dhe Vetëm bash. Po. Po ky që u hodh tash i ra goma në tokë. këtë se pas të dëgjuar. Si se ke dëgjuar? Tash Jo, jetën nuk gjitha e kam lajmet dëgjuar. më. Aeroplani para 3 ditë, po. Jo, Është mirë, nëse- A është do mirë më ndir, bashkë- tu flutur lart? He? Ku I ra goma. Ku Ku ishte? ashtu? Çfarë vendi ishte? Më thoni shtet. Tash më jo, e kanë thonë gjitha mediat, edhe zvicërët e kanë thonë edhe ashtu. Hey, tu flutur në ajër, tu dash me mbyll gomat, goma ra në tokë. Po ishte nga Zvicra, nuk besoj. Jo, si ishte i Zvicrës. Jo, si Nuk ishte i Zvicrës. besoj. Po edhe me statistikë shkon kjo. Besoj që me udhëtu me kera shumë rrezik. Se Absolutisht di, që po. Ndeshje ndodhin çdo ditë çka Ma tërgo pak eksperiencen më të keqe që ke patur gjatë karrierës tonë dhe si stewardess. Më të keqa, nuk mund ta quaj më të keqa. Më të rrezikshme apo më të frikshme apo si mund ta themi këtë pjesë? Nuk mund ta quaj edhe shumë të frikshme sepse tani jam mësuar, si ta them, jam mësuar me gjitha eksperiencat e mia që kam pasur 2 vite dhe çka më vjen mua më shumë si çudin, më ka ndodhur një herë që nuk ka raste që të jetë njeriu shumë i madh me trup dhe të ketë aq shumë frikë nga aeroplani dhe thotë nuk mund të marr frymë brenda këtu. Dua të dal nga aeroplani dhe na sapo kemi bërë take off, kemi hyp dhe thotë nuk jam mirë, nuk mund të marr frymë, edhe unë shikoj njeriu duket shumë mirë. Them po si ja dole të hypësh deri tani edhe të ulesh në karikën tënde, si? Jo, nuk mundem dhe filloj të bën panik. Problemi të më thonë, unë jo që kam frikë, po kur një bën panik, tjetri bën panik, ai tjetri bën, vazhdojt dhe zakonisht ne mundohemi ta kontrollojmë, por do njëherë mund dalin gjëra, paniko është gjë më e keqe, që njeriu nuk mund ta kontrollon. E çfarë ndodhi në atë rast me Dina? Në atë rast, vetëm do të më bërtit pak më shumë dhe me thonë që hej, gjithçka është në rregull, gjithçka është në dorë, uluni dhe gjithçka do mirët, e marrim pasazherin, marrim ku jemi vetëm ne, para ose mbrapa. Edhe i bëni Do të psikologjik. thonë, flasim që hej, gjithçka është në rregull, ke nevojë për mjek dhe zakonisht kur thojmë ke nevojë për mjek, gjithkusht thotë jo, nuk dua. A ka mjek aty brenda me dasht? Po zakonisht ka gjithmonë. Një nga stewardesa duhet të jetë mjek apo si? Jo, pasagjer. A pasagjer? Ka gjithmonë pasagjer. Edhe mos më pas? Po, do më thonë, Mshirë të thotit. shumicën e, do më thonë, kur jam unë në fluturim, jam edhe infermiera, dhe në këtë rast, Ti për vete, po në rregull, pasagjer që udhtojnë me Te ty moj që kanë edhe për sigur. ata. Okej. Ti a ke pas një herë që si moment Altin? Më të ka panika pa shoqë që. Po më ka kapë herë, Bashkë e shtua. kam treguar edhe herë se ti mos është bajat me treguar edhe herë tjetër. Tregoje se Më ka kapë herë panika edhe mu në aeroplan me Dina, edhe i pata thonë mjekut familjes të në Zvicër, thash më jep do hapa për aeroplan se e kam fobi. Tha merri, tha Altin, tha po, mos i përdor po mujtë thua, edhe
Mundot tha për me kalu vetë tha këtë lloj frike, pa medikamente. Okej, thash, veç ti kem për rast. Gjigant, kam hypë në Prishtinë marrë për Bazel një ditë, mas dite, po pa planifikim. Mu bo që ashtu marrë dhe thash, shkoj, shofa ka aeroplan, në gjejtë aeroplanin, në hypë antaj, shka një aeroplan jo i Zvicrës, jo i Gjermanisë, po i disa një shteti me i farë lulje mrapa, diqysh. Me dina unë jam mësu me aeroplanet e Zvicrës, si edhe ngritjen, edhe ulljen e kanë shumë të lehta, e ke parasysh, nuk dallohet shumë. Kurse ai, bro, ti ka dhonit në gjitë me aeroplanit, po kështu, pap, direkt përpjet, edhe fillun ato dritat mrena, fikëndez, edhe ai alarmi i rrypit pip, nuk nali hiç, deri si kena dalë në ajër. Edhe dritat u fikën, edhe ai pip, më domthon ajo zhurma. Thash, bro, shkumna. A e kupton? Po. Tash ne dulëm lart, u stabilizuam, filluam të ecë, po më kapi pa ne, thash, ky aeroplan s'ka me zbrit në tokë, di, psikologjia dhe frika është angdhesht gjëja më e keqe për njeriu. Unë shoku jam, ata hapa që më pa dhon mjeku për siguri, jo një po dy. Pap, e marrën e 2 hapa për herë, jo me dina se marrë me tregu këto sene, po masi sa të na pa kur s'ka problem. Ajo ishte llogaritur me i marrë 1 orë para se fluturimit. Këtë efekt pasitator. Unë më hiku frika prej Bazelit dhe shtëpia në Kerr, domethënë s'pata frikë, kishte në aeroplan e hangrat frikën që hangra s'ka lidhje. Mirë po, raste tjetër përveç ti shnoshit që boni këtë panikun, u qetësu pasaj kur e mort ju? Po. U qetësu. Shkoj prapë te veni, edhe vazhdoi udhëtimi. Vazhdoi udhëtimi pa asnjë pikë probleme. Çfarë përgatitjesh bëni ju si stewardesa? Sa të fuqishme jeni për të parandaluar një rrezik të mundshëm brenda aeroplanit? Për shembull një flak, një diçka, një ashtu. Çfarë masa, çfarë trajnimesh bëni? Ne do me thonë jemi të trajnuara për flak, për ndihmë të parë dhe jemi të trajnuar se si për shembull ta evakuojmë një aeroplan për 180 pasagjerë për shumë pak minutash. Dhe ne i bëjmë trajnimet çdo vit. Bëjmë çdo vit nga 4 ditë, nga ora 7 mëngjesit deri në 6 mbrëmje. Dhe kemi disa stimulatorë që futemi brenda dhe bëjmë flak, do me thonë flak të çka mund të ketë edhe në aeroplan, të telefonit, të furave që kemi mbrapa. Tjetër çka mund të bëhet. Mund të ketë dikush një celular në çantë lart dhe pëlset dhe bët flak më brenda në Hatrex. Edhe ato do me thonë i bëjmë çdo vit, i përsërisim dhe që ta dim që çka mund të ndodh. Çka mundi më bëu për shembull nëse kallet çështu një bateri? Një bateri zakonisht mund të fiket vetëm me ujë. A keni ndaj kese për me shti? Po, kemi edhe kesën, kemi edhe ato, do me thonë, se di si thonë. Kundërtimit? Po, kundërtimi kemi edhe alarmet, po janë ato firefighter të kuqet që mund ta bëjmë direkt. Sa e rëndësishme është që pasagjerët i majnë rregullat me një emergjencë, sepse kum pa tash para pak vite u ka ndodhur një aksident në Japoni, populli japonez janë të njoftën si shumë disiplinum, dhe shumë me rënd kanë prit për medalë për aeroplanit, edhe asnjëri s'u mundu mi marr ato çantat në që e kanë pas, po edhe stewardeset kanë thënë që vetëm se kanë reaguar ashtu aq disiplinum kanë pështu ato njerëz në aeroplan. Kjo ka të bëjë shumë. Dhe me thonë disiplina dhe për të mbajtur rregullat dhe me thonë të aeroplanit kanë bëjë shumë të rëndësishme, sidomos në emergence, kanë bëjë shumë. Shqiptarët në përgjithësi i majnë rregullat e juj? Se ju i jepni rregullat për të në aeroplan? Mund të them që po, mund të them që jo, mvaret. Jo ashtu që duhet. Ajo që jo është që ngrihemin kom pa ndalua, po jo? Po ka fillu të ndalojnë këto gjona. Kanë fillu pak mu stabilizu. Po, kanë fillu mu stabilizu. Po mendoj që kanë fillu mu stabilizu që se përpara nuk, do me thënë, kanë udhëtuar, por nuk kemi udhëtuar edhe shumë ne. Kemi ndedh zakonisht vetëm në AD, ande kemi sill dhe nuk kemi shku shumë, se kemi pas përpara vizat. Dhe tani... Ke patur në njerë fobiti nga fluturimet nga aeroplani, personalisht? Mund të them kur isha e vogël, po. Ke pas? Kur isha e vogël, po. Si hiku? Nga që doja ta sfidoja vetën dhe kur isha e vogël, në dhomë, kur isha duke losësha që jam stewardesja, dhe thosha, do shta kështu do ta largoj. Dhe kur fluturoja kisha pak frikë, po mu largon të pasaj vetë.
Dhe kur e bëra këtë punë, domethënë kur fillova me bë shkollën dhe pas shkollimit e kemi 10 fluturime training për t'i trajnuar edhe të fluturime dhe aty fillova që thësha, hey, nuk është ashtu si mendova unë. Është më chill. Nuk është ashtu rrezik se si e shikojmë nga jashtë. Me pas turbulenca sot, a ndos që ki pak frikë apo Jo. kretë qetje? Jo. Ka rrezik Edhe me midis turbulencave? turbulencave. Jo. Turbulenca nuk është rreziku. Nuk është fare rrezik. Jo. Kur është rreziku më i madh për një aeroplan? Sipas teje? Paniku e njeriut kur nuk mund ta kontrollon. Vetëm paniku. Vetëm paniku. Aeroplani ka rrezik? Jo. Ngritje dhe në ulje? Jo. Se ajo kontrollohet. Gjithçka që kontrollohet nuk është e rrezikshme. Okej. Se kur ta kontrollosh ti mund ta largosh fatkeqësive. Cilat janë ato mitet rreth fluturimit që njerëzit i keq kuptojnë? Më duket ka shumë nga këto mitet që shikojnë gjërat online dhe ka shumë gënjeshtëra edhe online që rënjesh aeroplaneve ose gjëra këtu, shumica janë edhe myths, nuk janë të vërteta. Ju ai analizoni njerëz kur hin në aeroplan edhe Po. në bazë të çfarë kriterjeve? Domethënë bazë se si sillet njeriu ose si flet. Tani mund të ketë njeriu kur udhton për një rast. Jo gjithmonë janë rastet pushime, janë raste mund të ketë njeriu mërzi apo gëzim. Cili ka qenë udhëtimi më i gjatë që ke bërë me tira? Më i gjatë ka qenë, tani nuk e di sigurt, ka qenë 4 e 50 ose më, po. Domethënë një rrugë dhe pastaj 30 minuta kthimi dhe 5 orë. Domethënë 9:50. Por që kam edhe ditë që kam 4 fluturime për një ditë. 4 fluturime për një ditë. 4 ngritje dhe 4 Preferon më zbritje. shumë udhime të shkurtra apo të gjata? Dyat. Të dyja. Okej, ti the me profesionin e infermier apo jo? Po, kam E ke lënë profesionin e infermierës, edhe studimet që ke bërë dhe ke vazhduar pse nga të lindi dëshira për të bërë stewardess për qenë? Apo të pëlqejnë udhëtimet? Më kanë pëlqyer udhëtimet po, por që gjithmonë e kam menduar kështu si punë në kokën time, po kur që nuk e kam realizu, deri një pikë që ishte bashkëshorti duke u shkuar në pushime dhe kishte parë që janë duke kërkuar stewardesa dhe më tha, Medina, pse nuk e provon? Dhe thash, okay, po nuk e di, ta lë këtë profesion për këtë? Dhe thash, okay, pse jo? Po ta çfarë provoj. bashkëshorti pas ke më i Medina, bravo i qoftë, se ka burra që kanë dëshirë mos me lanë ngruan me dalë për shtëpisë, këtë po thot, hyp në aeroplan dhe vazhdo punën. Bravo. I duar tërkitje për ta bashkëshortin për besë. E sa kohë rrin pa u kthy në shtëpi për shembull? Një stewardess, sa e ka udhëtimin më gjatë pa u kthy në shtëpi? Tani ne gjithmonë e mendojmë, kur tipim në aeroplan që ka raste edhe që nuk kthehemi në shtëpi. Për arsye të Për arsye ndryshme. teknike, arsye të kohës, por zakonisht unë gjithmonë kthehem në shtëpi. Okej. A ka rrezik aeroplani verës dimrit apo s'ndikon moti fare? Apo po, Ndikon pak. Pak. Pak, Dimrit ndikon. është pak më rrezik. Kjo është një mith, në Mith, fakt, okay. sepse shqiptarët, ose jo vetëm shqiptarët, por të gjithë, Mendojnë mendojnë që që dimri dimrit është më është rrezikshme, më ftohtë, më Po. shumë, ka mjegull më shumë. por është e kundërta. Verës më shumë? Nga që ajri është shumë më i thatë. Ashtu? Po. Tash edhe verës kemi pas frikë. Unë e dimrit nuk hypi në aeroplan. Interesant që ka, verës që ka rreziku më i lartë. Do më thonë pak, nuk është rrezik, po është thjesht ajo puna e turbulencave. Po. Turbulenca zakonisht ndodhen nga thatësia dhe laktësia e ajrit. Aeroplani funksionon gjithmonë me 2 pilot apo jo? Gjithmonë me Nuk dy. ndodh ndonjëherë me 1. Jo, asnjëherë. Asnjëherë, Gjithmonë dy. vetëm me 2. Dhe në rast që ndodh vetëm një, automatikisht ateron aeroplani dhe zaventësohet. Okej. Sa minuta i duhet një aeroplani kur është 12.000 metra lart? Edhe i ndodh një problem teknik. Ku zbret dhe sa minuta i duhet në emergjencë për zbritur? Maksimumi, do më thonë, është minimumi dhe maksimumi. Maksimumi janë 10 minuta dhe minimumi janë 3 minuta. Maksimumi 10 minuta, minimumi 3 minuta. Po, varet edhe nëse është lartësia shumë e lartë. I futet drejt? Po. Sepse kanë këtë ato flight radarat e, Po. do më thonë, gjithkush ka pista të rrimit emergjencë. Okej, ka ndodhur në herë me pas një ulje kështu të shpejtë? Mua personalisht jo, Okej, po kolegëve po, ju ka ndodhur? ju ka ndodhur dhe po që ka qenë një fat që ishte
gati për të arrit në bazall dhe që kanë mund direkt të binë, domethënë në tokë për 5 minuta. Po si direkt bijet për shembull Medina kur je mbi Alpet e Austrisë për shembull. Më ndodh aty mbi Alpet e Austrisë, si mund ta gjesh një aeroport afër mes Alpeve për të zbrit për 5 minuta? Po mbas Alpeve të Austrisë ka dikun tjetër. 10 minuta janë, domethënë 10 minuta janë gjata. Domethënë nuk e ndjek linjen që ka. Jo, ka linje. Por ka linje shpejt. Ka linje plot. Okej, shqipërigat sa ku çfarë pyetësh ban. Këtu mirë, ka shumë aeroporte, po më ndodh për shembull diku në deti. Po këtë është më thon, tash me ik për Amerikë. Me ik për Amerikë, që është gjithmonë udhëtimi mbi det. Po. E në mes detit, se tash udhëtimi për Amerikë është 8 orë konsiderohet, 9 orë. Po. Tani Medina i bën 4 orë gjys. Tani i ki edhe 4 orë gjys më mri. Ka frikacaku di me të bëj pyetjet më të mira të moshë ekzistojnë. Që to mendime edhe. Ai ke fobi tini aeroplanat? Jo, stani domethënë. Okej. I ke fobi. Interesant. Tani Medina, jemi në mes detit. 4 orë gjys nuk ke ka më shku as anë as tej. Pra nuk ke 5 minutë, 10 minutë aty. Çfarë ndodh? Në mes detit duke shkuar në Amerikë, nëse ndodh diçka edhe kërkohet ulje emergjente. Çka kam mësuar unë në shkollë, jo që domethënë kam pas domethënë në praktikë se nuk udhtojmë atë udhëtime të larta, por që flasin me flight operation të tyre me operatorët, flasin nërmezit edhe shikojnë një gjë çka është më e sigurt për gjithë. Dhe nëse ata vendosin që ne të ulemi në det. Sa ulet në det aeroplani? Ulet edhe në det. Është i parashikuar me ul? Po. Edhe më nejt lart? Po. Sepse kanë ato anijet plastike. Jo plastike, domethënë gomës që janë dhe që mbajnë pasagerët. Që mund të mbajnë. Po aeroplani mbytet? Po. Aeroplani mbytet, pasagerët ngelin? Po. Okej. Por ato nuk kemi nevojë ta mendojmë. Ku ma pruni dhe herë frikën. O me qenë, o Medina, ta është minus që është minus. Si mund të shpëtojnë pasagerët në det aty me Pa jo është gjithë shka e planifikuar. Do më thonë flasin ato ndërmës vete, ato e shikojnë që i binë anijet e veta, gjorat e veta. Ajo është një tani. Anija, kur vjen anija me Medina prej Amerikë më ardha të me të marrë 4 orë gjys? Po mund të vi. Po si mund të vi? Njeriu do të mendoj gjithmonë pozitiv. Pozitiv, po, kjo të shka ndorë zotit, kjo punë. Mos u lodhi për këtë punë, se inshallah s'ndodhë, më thonë, se po ndodhi. Para se me fillu këtë punë, besoj që tu ka dok si punë glamuroze. Tash që e ki përjetu 2 vjetë, a ka dalë aq glamuroze që e ki paramenu, apo ka dalime? Në fakt, glamorous mund ta quaj që po është, po edhe nuk është. Nuk është se nga që ne shqiptarët s'ka shumë që jemi stewardese. Tani në Zvicër mund të them se ndoshta në shtetet të tjera ka, po nuk kemi shumë një numër i madh, po tani më duket se janë duke ushtuar ngadalë. Dhe shumicën e rasteve e shohin si punë shërbyese. Por që nuk është, sepse je gjithmonë aty për 24 orë du të mi pas syt hapur për çdo rast që mund të vijë. Dhe është lodhje. Është lodhje psiqike pak a shumë, po edhe fizike është sepse je 10.000 metra lart dhe nuk është trupi i njëjtë sikur të punosh në tokë. Po i ka gjanat e bukura të veta që unë për vete gjithmonë shijoj pamjen jashtë dhe haroj që jam duke punuar. Domethënë, çka të pëlqen më shumë ti në punën tënde, çka më pakti? Çka më pëlqen më shumë të janë pamjet e mëngjesit ose edhe pamjet para se ma të ru diell, domethënë që përndon dielli ose që lind dielli. Ato janë shumë të bukura. Sidomos edhe kur janë këto, domethënë që janë korat, i gjithmonë te piloti brenda që ta shih edhe pamjen edhe një herë më shumë, se është më e bukur aty brenda. Dhe gjëja që më pëlqen më pak është që janë zgjimi shumë herët në mëngjes. Kur quheni? Por zosh, pra, domethënë, si fillon dita një stewardese? Nëse e ka udhtimin në orën 7 për të fluturuar në mëngjes apo Ne kemi më herët, ne kemi në ora 6 të mëngjesit. Ne kemi 6 të fluturimin. Okej, çfarë zosh? Tani ndonjëherë varet nëse shkoj në bazar, zgjohem ende më herët. Ndonjëherë zgjohem në 2. Dorën zgjohem në 3. Okej. Si varion pastaj programi?
zhojmë në dy, përgatitem se një stuardete duhet të jetë gjithmonë e përgatitur. Vishesh prej shtëpisë apo vishesh në Jo, aeroport? vishëm nga shtëpia. Nga shtëpia. Make-upi duhet të jetë standard, dukja duhet të jetë standarde, thonjë të gjanat higjienike duhet të jenë, prandaj edhe dukemi glamorous, se duhet të dukemi për secilin kompani që punon duhet dukesh mirë. Dhe shkoj në aeroport dhe aty një orë para fluturimit, ne i vim aty edhe bëjmë check-in-at tonë, se edhe ne kemi check-in-in që duhet ta paraqitim vetëm se jemi këtu dhe kemi të gjithë dokumentet tona dhe ikim në aeroplan edhe i bëjmë emergency check, domethënë shikojmë a kemi krejt pajisjet me vete dhe nëse kemi krejt pajisjet me vete, atëherë domethënë mund t'i presim edhe pasagerët për të ardhur. Okej, bukur. Pra, ty për vete the ke patur edhe ke hequr frikën e aeroplanit. Sot u thon vetëm me aeroplan. Masi që tjetër. Bashorti ka frikën e aeroplanit? Jo, kur. S'ka frikë asaj. Kur. S'ka pas apo e ke mësuar ti mos me pas? Në fakt ai s'ka pas kur dhe në pushimin e parë që kam bërë bashkë me të, isha 18 vjeçë, edhe ishim duke ikur në pushim dhe i thosha që shiko, gjithmonë kur kam ikur me familjen, kam pas frikë, po ja kam dalë. Edhe hipi në aeroplan, sigur asgjë s'është bërë, edhe ulem, edhe më thot Medina, ke frikë? Unë nuk e di. Dhe gjithmonë më kam mbështet që, hej, gjithçka është në rregull, gjithçka është në rregull, edhe ishte në rregull fluturimi. Domethënë nuk ka njeriu pse të ketë frikë nga aeroplani fare. Pra punën si infermiere ti nuk e shikon më. E bëj. E bën. Disa herë, domethënë se si stuardese punoj me pak, domethënë nuk punoj shumë ditë dhe mund të them që nëse kam kohë, e bëj një ditë në muaj që Këtu. Po. Pra i je si edhe punësuar si infermiere. Domethënë nuk jam e punësuar 100%, Po me thirrje me që orë pune, po si me orë quhet. pune kjo, sa honorar. për mos ta harruar eksperiencën. Në Cyri apo në Bazel? Ku? Në Cyri. Ti ke lindur në Zvicër? Jo, jam lindur dhe jam rritur në Holand. Në Holland. Po. Kështu je nga? Kështu jam nga Shkupi. Nga Shkupi. Po. Okej, rritur e lindur në Holland Holland. edhe jeton prej sa viteve në Zvicër? Domethënë nga 18 vjeç që kam marrë në Zvicër, por që kam jetuar edhe 4 vite në Shkup. Në Shkup. Tani mes 4 viteve dhe 18 viteve në Holland dhe sa vite këtu, ku je ndjerë më mirë? Ku të pëlqen më shumë? Ta them të vërtetën, në Zvicër më pëlqen shumë, por që edhe 10 vite që ikëm në Prishtinë, e shoh veten shumë në shtëpinë në Prishtinë për ato pushime ose kora që rinë. Po edhe Zvicër mund ta shoh si shtëpi të dytë. Okej, Një herë quaj Kosovën, po pastaj shtëpi të dytë e Mes quaj. Prishtinës dhe Cyriut, zgjedh Prishtinën me sa duket. Po, Prishtinën. Çfarë të pëlqen në Prishtinë ty, Medina? Njerëzit. Më pëlqen njerëzit, janë shumë mirënjohës dhe janë shumë mirëpritës dhe janë shumë zemërgjër. Okej. Kjo më pëlqen shumë. A kanë vështirë me ndru vend banimin atë shpesh gjatë jetës? Holland, Shkup, Zvicër. Nuk ka qenë e lehtë. Nuk ka qenë e lehtë, por ja që jeta sjell çka mos në rrugën e saj. Bashkëshortin këtu nga Cyriu e ki? jeton? Po, bashkëshorti është nga Prishtina. Ka lindur në Prishtinë apo këtu? Ka lindur në Prishtinë. Sa liberal, se normal anej që lindim atje na katonor krejt normal. Ama që të ledet ja bëjnë një pyetësor, interesant, shumë interesant. Do të më shkumu trajnu gjikant se në kokra katonarit kam ngel. Medina, jemi në Full Ship Show, në show lejohet me bërë show. Po. E kemi një pyetësor për ty, edhe do zgjedhësh njërin prej dyja, nuk lejohet me zgjedh njërin, Okay. nuk lejohet me zgjedh as njërin, por as të dyja, vetëm njërin. Okay. Nga të dyja, thash mirë, mos e bona lam. Perfekte, ke thënë. Vazhdojmë. Medina, do zgjidhje fluturim luksoz me vipa kërkues nga jeta, apo fluturim të qetë me pasagjer shumë të thjeshtë? Fluturim të qetë me pasagjer të thjesht. Bukur. Rrogë të lartë por pak kohë për familje, apo rrogë të ulët, por më shumë jetë personale dhe me familje? Rrogë të ulët me shumë jetë personale për familje. Bukur. Të jetosh në Cyri, apo të kthehesh në Shkup? Besoj se me Shkupin së ndron Cyrin. Jo. Vetëm me Prishtinën e kish ndër. Po. Okej, bukur shumë. Kapiten shumë korrekt, por i fort, shumë korrekt, por i ftohtë, apo koleg argëtues, por i çrregullt?
A e para si ishte? E para është kapiten shumë korrekt, por shumë njëri i ftohtë. Nuk sillet mirë me ty, është marrë në distancën e vet. Atë. Atë. Po ne normal s'na duhet me na u qesh fort kapitenit, se na burrin e kena të shtëpia. Çfarë po na duhet me na kesh kapitenit? Atëherë. Fluturime të gjata ndërkontinentale Medina apo të shkurtra por të shpeshta. Pra, me qenë se ti ke dëshirë me udhëtu shumë, do zgjidhje ndërkontinente apo udhëtime të shkurtra apo shpesh, vazhdimisht, deri në Shkup, deri në Prishtinë, deri në Pak e rënd kjo? Dyat nuk bën. Nuk bën dyat, asnjërin nuk bën. Duhet vetëm njërin. Tani pse duat? Jo, asnjërin po them mendoj. Mos zgjedhësh fare nuk bën, po du zgjedhësh vetëm njërin. Tani e shpjegova më rëndësishme. Duhem bajt shkurtën. Udhime të shkurtra. Udhime të shkurtra. Po, më shpesh. Jo më shku në Azië, në Afrikën, në Australi, në kontinente të ndryshme, në Honolulu, në Han, pak të Vali Corleone, çani. Ka bie toka e shoku atë. Pasagjer shumë elegant por arrogant, pra elegant por arrogant, apo i thjesht por që kërkon shumë. Pasagjer elegant dhe arrogant. Bukur. Orar i parashikueshëm në zyrë apo jetë në qiell plot surpriza? A thash mirë që a thash? Shumë mirë, bro. Po, orari i parashikueshëm në zyrë. I parashikueshëm, orari i parashikueshëm. Okej. Apo jetë në qiell plot surpriza? Jetë në qiell me plot surpriza. Okej, me qenë se të pëlqen e perëndimi i diellit dhe lindja e diellit. Bukur. Pushime në Maldive fal kompanisë ku punoni? Apo fundjavë me familjen? Fundjavë me familja. Maldivet veka? Vek. Vek. Ato bëhen me familja. Të buzëqesh është gjithmonë dhe kur je lodhur, apo të jesh natyrale pa maska? Natyrale pa maska. Karrierë e shpejt në aviacion, apo dashuri që kërkon stabilitet? Dashuri që kërkon stabilitet. Turbulenca në ajër, apo drama në tokë? Turbulenca në ajër. Të flasësh 5 gjuhë me pasagjerët, apo një gjuhë me zemrën tënde? Që ja e ke atje. Një gjuhë me zemrën tënde. Dashuri. Të njohin në aeroport, apo të mbetesh anonim gjithmonë dhe e lirë? Të mbetesh anonim dhe gjithmonë e lirë. Perfekcion zvicran, apo spontanitet balkanik? Tash i zego. Unë për veti jam të spontaniteti, nuk e di ti si ashtu, po unë kur në jetën time nuk kam diçka të programuar apo të shkruar në blok apo në agjendë, edhe Gjo Mojnati s'kam se më thonë dikush më mbloku dikush, më thonë tash të hanën duhet i takim me ty në orën 5. Unë mund me thonë po, por jo 100% sigurt, pra. Do të thonë kështu e le gjithmonë, spontanitetin e kam më shumë dëshirë. Ti? Spontanitetin e kam dëshirë në kohën e lirë, po në punë duat jam korrekte. Në punë patjetër, po kështu në përgjithësi jetën edhe zakonisht domethënë edhe jetën, po se din strikte. Nuk e se ti e shkruan jetën tënde se çka kemi bën nesër pas nesër gjatë javës se gjatë muajit. Jo, nuk e shkruaj për nesër pas nesër, por shikoj jetën ç'a bëhet pas 5-10 vite pas nesër. Aha, jo, unë thash. Jo, ashtu se shoku im ka kritik. Jo, ashtu. Planifikim e ka edhe me numsën e vet e ka me orar shkruar gjithçka. Duhet më organizu ato. Të më thëmë u përgjigj këto? Nuk u përgjigje, më thonë. Okej. Nuk e di që atë thamë. Cila ishte, tash, balkanik apo profesional? Spontanitet apo koreksi kështu e përpikt? Mund të bëjmë 50 me... Ja s'ka. Ose 40-60? Ma e balkanik, se të shkon më shumë. Spontaniteti është gjëja më mirë. Është e mirë, po edhe nuk është. Sepse njërë du të di se qa do bën me jetën. Ose me ditën, jo për programin e jetës. Programin e jetës bëhen shkrujeti, mos ke marak. Jeta e përditshme. Jeta e përditshme. A përditshme? Ajo, ato e bëjmë balkanik. Balkanik. Okej, jeta balkanik. Një fluturim i gjatë me ekip fantastik apo fluturim i shkurtër me ekip të vështirë? Një fluturim i gjatë me ekip fantastik. Të udhëtosh botën apo të ndërtosh një vend tëndin? Të
ndërtosh një vend tëndin. Këpucë elegante gjithë ditën apo atlete të rehatshme? Atletët e rehatshme? Jetë glamuroze nga jashtë apo qetësi e vërtet nga brenda? Qetësi e vërtet nga brenda. Qielli si shtëpi apo toka si qiell? Qa kam folë, sa shumë? Si rajnë. Dhe sa të fundit, le di më sa thuj, se ko ka panik. E lën. Hej, zodi hajre boft! Me hyp në aeroplan, a mos me hyp në aeroplan? Me hyp. Me hyp në aeroplan. Ganimjet e mirë se erdhe. Medina, qëfar ke diçka tjetër për të na shtuar për aeroplanin, të lutem? A ka diçka që na duhet me na motivu edhe me na tregu që ne nuk e dim? Pra, se pasagerët janë njerëzit që dinë më pak në fluturime. Pra ju mund t'i dini gjitha të mira dhe të këqijat, rreziqet dhe jo rreziqet, kurse ne jemi sikur ato do të thonë, putemi aty s'dim asnjë gjë edhe presim çat kafe me na ardh edhe u kry muhabeti. A ka diçka me na tregu që nëse dim? Nuk ka diçka të madhe me tregu, vetëm që nuk është ashtu si e shohin ata nga brenda dhe që udhton për një orë shë më shumë, sepse është friga ose është tani varë, dikush ka frikë, dikush nuk ka, dhe kur ke frikë, analizon dy fish më shumë brenda. Okej. Mundohu mos të analizosh gjithçka, mendo gjithmonë pozitiv dhe fluturo sa më shumë që mundesh. Shikon. Okej, a do doja të ishe kapitene dhe pilota apo stewardess, realisht? Se atë mëngjesin e shikon më mirë linjën e diellit dhe prendimin Shumë e vërtet. nga xhamat përpara. Kam pas si mendim për ta vazhduar shkollimin për të bërë pilota, Okej. por që nuk i di jetës dhe mendoj që dua të bëj diçka tjetër në vazhdim, kështu që nuk dua të flas se ç'a do bëj, po nuk i di jetës, ndoshta. Do me vazhdu me po diçka tillë? Diçka po, por që nuk mund ta them. A ka ndodhur ndonjëherë gjatë fluturimeve Medina që ke kërku kapitenëve të futesh brenda në kabinën e tyre dhe për të parë se si duket? Po, Futesh shpesh? po. Domethënë kur më jepet mundësia që mund të futem dhe ta shikoj pamjen ose ta fotografoj. A ndryshon nga kjo pamja tjetër mbrapa? Po, sidomos thunderstorm ose si thonë ato blicat nga kapiteni më duken më shumë. Cil blica? Blicat lartë, domethënë Sa kanë dhënë dorë atje policia? Jo, si thonë? Rufejt. Tash mos kanë dhënë radar se policia ziltrone çka s'ban. Ka traumatizu Zvicra. Tash mos e dha djena kanë dhënë radar aty kanë. Jo, rufejt janë shumë. Rufejt pëlqejnë ty atje në ata. Janë shumë të bukura. Ne unë prap jam tot valla. Ne na trishtojnë tokë, sa i pëlqejnë në aeroplan atje. Rufej jam në aeroplan. A ka ndodhur ndonjëherë me kap në aeroplan kështu? Jo, ajo nuk ka shansa me Jo, kap. kap ndonjëherë, si s'ka shansa, ndodh disa herë. Po, më Medina po ti nuk shikon në duket rrjetet sociale, a shikon në lajme. Po ato janë gënjeshtra. Janë gënjeshtra gjithë ato? Po shumica janë gënjeshtra për zotin. Janë shumica gënjeshtra. Ço thumë, ja, interesante. Pse bën këto apo thjesht për klikime? Bëhen për të shti njerëzit për të friksu. A do të kemi më vonë kapitenin e ty më duket me sa po shoh? Nuk e di. Nuk e din. Po besoj që po. Çfarë thot bashorti thot po. Nuk e di. Okej. Keni menduar me blenë privat jet shumë në aeroplan të juajnë? Jo. Jo. Okej, bukur shumë. Marrësh keni pyetje? Çfarë mesazhe ki për kretë ata që kanë frikë me ndru profesionin siç e ke ndru ti, ose edhe vend banimin? Bëja. Sa jeri, jo vetëm sa jeri, po me mosh. Shko gjithmonë, ndjeke ëndrrën tënde, bëj atë që sfido veten. Mos e lejo gjithmonë zërin e të gjithë, domethënë rrethinës, dëgjoj gjithmonë zemrën tënde dhe bëj atë që don ti. Si profesion, si vend banim. Shumë mesazh i mirë. Faleminderit. Medina, do na vish përsëri herë tjetër kur të kemi një frikë tjetër? Po. Do na vish sa herë të thrasim. Okej, do kemi tema vazhdimisht për futurime për gjona derisa ta heqim frikën e gjithë frikacakëve. Shpresojmë. Edhe a është më mirë më ul para apo mrapa në aeroplan? Rreziku më prap të rreziku. Më mirë për mrapa apo për para me din ul? Nuk ka lidhje. Se ne shqiptarët vujmë për para, gjavas me zon vendin e parë për me dalë më shpejt. Po ku rreziku më i madh? Nuk ka rrezik më të madh. Është e njëjtë. Është një lloj rreziku, si para si mbrapa. Si para si mbrapa është e njëjtë. Okej. Kur ato turbulencat janë shumë fuqishme sa hapen maskat. Maskat i hap kapiteni vet apo i hap sistemi automat? Sistemi automat, kapiteni, po plus ne.
Edhe ju. Po, edhe ne mund t'i Po, japim. nuk është që rrezik domethënë ajo. Jo, ajo është vetëm që t'jep ty oksigjen nëse ke Domethënë jo nevojë. për diçka tjetër. Jo, ajo është vetëm domethënë në atitudën e aeroplanit, nëse në momentin që ne nuk kemi oksigjen të mjaftueshëm brenda aeroplanit, Pse nga se marron oksigjeni? Për çfarë mund të marrë konsumohet oksigjeni? mund të përfundoj për shembull nëse është aeroplani 120.000 metra lart tokë dhe bjen për një herë 30-40.000 Sa metra metra? 120.000? ose më shumë, nuk e di tani. Sa lart fluturojmë. A metra? Po, dhe metra. metra. Jo, metra. Dhe nëse bjen shumë shpejt për një level të shkurtur, dhe atëherë vjen oksigjeni. Domethënë nëse bën minus atë shumën dhe bjen 40.000 metra poshtë. Okej, me një herë. Po, me një herë Edhe ka atëherë. mundësi me ik oksigjeni. Po, prandaj bin ato. E pse ashtu? Se mund ndodh nga turbulenca për t'i hikur Po. turbulencës ose ndonjë rrezikut, E pastaj keni oksigjen rezervë. po. Pra që lëshohen prej maskave. Por nëse hapen maskat, nuk është që duhet me pas panik. Jo, asnjë. Nuk duhet me pas frikë. Asgjë. Prej turbulencave të mëdha që shkunet aeroplanit si me pas ka për bishti, nuk është që të pas frikë. Jo. Natën e mirë pofshi! Medina, shumë faleminderit për teje, Faleminderit, që na e heke këtë frikë Faleminderit. deri sa të na vinë momenti, s'unë shohandra gjithmonë para si më vëdu. Faleminderit shumë, do kemi kënaqësi të shojmë përsëri në Folship Show dhe të bisedojmë përsëri për tema të tjera lidhur me fluturimet. Ishte kënaqësi që të kishim. Faleminderit. Edhe faleminderit që erdhe sot. Ne përcjellim me Jonas. Jonas ish Schweizerman, king of Folship Show. Mit Duart Turkitje und Big Up von Jonas Medina Yusufi. Faleminderit shumë Medina Yusufi. Altina tu ka hek pak frika. Po shtash po mu ka hek që kam. Shtash mu ka hek, tash deri të shtëpia muj me shku me kerr. Edhe nuk tut na hiç, ama për në aeroplan edhe pak dyqysh mirë më ka qetësu pak me të thënë drejtën, po nuk më dhani përgjigje. Ndurë zotit, tha, nëse shkojmë në Amerikë mes detit, tha, aty s'du të me mendu, tha, negative, që domethënë, po nëse ndodhi diçka, mirë pafshim. E kupton. Në botën tjetër. E kështu që interesant ishte kjo pjesë, mirë, po këto fluturimet e shkurtra. Medina, e domni, fluturimet e shkurtra, a janë më të rrezikshme apo më të pa rrezikshme? Shkurtrat. Nuk kanë rrezik sepse kanë aeroporte më shumë mundësi shpëtimi. E kupton? Domethënë, aeroportet fluturimet e shkurtra për Kosovë për shembull më shku, nuk ka shumë rrezik se mundesh me ndal në Kroaci, në Bosnjë, në Shqipëri, mundesh me ndal në Sarajevo, mundesh, e thash, Bosnjën, mundesh me ndal në Itali, la spaghetti, la makaroni në Zvicër, mundesh me ndal. Domethënë ka shumë mundësi na shpejt e shpejt. A për mi det domethënë aeroplani shkon po njerëzit jesin. Do të më pas besim. Ku të trokasim sonde më rash? Tash e shohim. Shi. Surprizë.